بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قرآن ربي لنا النبراس نتباعه نورا شفاء هدى خيرا وتبيانا. بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Është ai I cili ka krijuar vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar se cili nga ju është më vepër mirë. Në këtë ajet Allahu po na tregon fuqinë e tij absolute, sepse ai ka krijuar çdo gjë. E në këtë çdo gjë bën pjesë edhe vdekja edhe jeta. Por pse është e rëndësishme përmendja e jetës dhe vdekjes në këtë ajet? Kjo për shkak se njeriu është I rrethuar me këto dy etapa. Njeriu domosdo duhet të kaloj nëpërmjet këtyre dy etapave. Pra, ke kujdes se si po e shfrytëzon njërin dhe si po të vijë tjetra. Por pse vdekja para jetës? Kjo sepse në kuptimin ekzistencial vdekja është e para, sepse si proces të ka parapri vdekja në kuptimin e ekzistencës. Pra, para se ti të ishe gjallë, nuk e ekzistuar fare. Është përmendur vdekja edhe sepse është shëruese e zemrave. Arroganca, zilia, mendimasia, syfaqësia e gjitha nga këto të këqija nuk I shëron dhe nuk I mposht askush tjetër përveç se përkujtimi I vdekjes. U përmend vdekja edhe sepse ajo është shtytësi më I madh që duhet ta shtyjë njeriu të bëjë vepra të mira. Kjo për shkak se me ardhin e saj mbyllet çdo gjë. Me ardhin e saj mbyllet kapitulli I veprave. Përveç atij I cili ka lënë ndonjë fëmijë I cili lutet për të, apo ka lënë dije me të cilën përfitohet, apo ka lënë ndonjë sadaka argjedhëse. Është përmendur vdekja edhe për shkak se në varr ka pyetje dhe përgjigje. Prandaj edhe dietarët e kanë përmendur se një nga urtësitë sepse duhet ta lexojmë surën Mulk çdo natë është për shkak se në surën Mulk përmendet vdekja. Në surën Mulk përkujtohemi me vdekjen, e që do të thotë se ti që ke punuar gjatë ditës ta përkujtosh në mbrëmje se a je në gjendje të përgjigjesh nesër për atë që ke punuar sot. Kishte nga të parët tonë të cilët e hapnin varrin në oborrin e tyre dhe futeshin në të para se të dalin në tregti. Kjo për t'i përkujtuar vetes se a janë në gjendje të përgjigjen nesër për atë që bëjnë në pazarin apo tregtin e tyre. U përmend vdekja edhe për shkak se me përkujtimin e saj njeriu e sheh edhe realitetin. E sheh se ku është me realitetin e tij. Prandaj edhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam ekthiru min adh-dhikri hadiman ladhat. Përkujtoni sa më shpesh vdekjen, përkujtoni sa më shpesh shkatërruesin e kënaqësive. Pra me përkujtimin e vdekjes të bëhet e qartë realiteti e asaj të cilës e jeton. Pastaj është përmendur jeta. Jeta në esencë është më e rëndësishme se sa vdekja. Mirë po gjatë jetës së njeriut ndodh që shpesh herë ta humb orientimin e tij, ndërsa orientimi vije me përkujtimin e vdekjes. Pastaj shiko kuptimin tjetër të jetës. Subhanallah, Allahu në vazhdim të këtij ajeti na tregon kuptimin më të drejtë të mundshëm të jetës. Thot Allahu liyabluwakum, për t'ju sprovuar juve ejukum ahsanu amala, se cili për jush do të jetë më vepërmirë. Ndërsa thot Allahu ahsanu amala, më vepërmirë dhe nuk thot kush për jush punon më shumë. E që do të thot se te Allahu nuk shikohet me shumë apo pak, mirë po shikohet me veprën se si e ke punuar atë. Dhe në lidhje me këtë, Fudail ibn Iyadi rahimahullah tha është për qëllim ai I cili bën vepër më të mirë, më të sinqert dhe më të saktë. Dhe thot, nëse një vepër është e sinqert, mirë po nuk është e saktë, nuk pranohet. Mirë po edhe nëse është e saktë, por nuk është e sinqert, gjithashtu nuk pranohet.
derisa të jetë edhe e sinqert edhe e saktë. E sinqert është për qëllim të jetë për hir të Allahut subhanahu wa taala, ndërsa e saktë të jetë në pajtim me sunetin apo traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, do të provohemi se kush nga ju po bën kësi lloj veprave me këto kushte, pra me sinqeritet dhe me saktësi. Pastaj thot Allahu: "Wa huwal azizul ghafur", dhe ai është nga dhënjuesi i plot fuqishëm dhe el ghafur, falësi i madh. Nga dhënjues është Allahu për atë i cili bën keq. Allahu është nga dhënjues për atë i cili nuk vepron mirë. Allahu është nga dhënjues për atë i cili nuk dëshiron të bindet atij. Allahu është nga dhënjues për atë i cili dëshiron të jetë kokfort përballë shpalljes së tij. Ndërsa në anën tjetër, Ghafur, falës i madh për atë i cili mundohet, për atë i cili përpiqet të jetë sa më vepër mirë, për atë i cili përpiqet që veprën e tij ta bëjë në formë sa më të përkryer. Prandaj Allahu është falës për atë i cili përpiqet të jetë në rrugën e tij. ضيق هذه الدنا نلقى به ساعة قرآننا وطن روح وريحان به